profesionin, une që jam që 35 vjetë këtu jetë, këtu në këtë profesion e kam, edhe jam i kënaqur për profesionit, me këtë profesion kum pas sukses si familjar, si familja ime, unë prej qiti i zanatit pak të Livdona, i kum shkollu 2 fëmijë dhe i kam 2 mjek, jam baba i doktorëve. Kështu që, por vetëm riparim, por tash mu më brengos një gjë se tash rinia nuk ka interesim për këto zanatet e vjetra. A kjo është mendoj që është gabim, për shkak se mundet një ekzistencë çdo familje me perspektivë, ama për fat keq kohën e fundit rinia nuk janë të interesuar për me trashëguar. E çka keni profesionit? Profesionin tonë. Çka ka men me shkollë postar? Unë si fëmijë mas pari kum pasën, mas e një kohë gjatë kum punë me një fabrikë, Rade Konçar, 16 vjet, edhe aty u civilizova, kështu ta them bukfalisht. Edhe prej atij 90-ën kur baja fillimi rënum Jugosllavia, unë atëherë u ktheva në zanatin që kisha si fëmijë edhe jam i kënaqur me këta që kum bërë. Domthon tregohet që i ke shkollu 2 fëmijë me profesionin e postarit. Po. Çka ke dal? Po. Ai çfarë profesionistë mirë? Ata vetëm unë e di se kam se kam bë. Edhe por shiqir se më ka shumë mundi poshtë, në fund ka pas sukses. Djalin e kam stomatolog, vajzën e kam ginekologe, edhe jam i kënaqur me ato që kam investu, po s'm ka shku huq. Më ka dalë sukses. Edhe jam i kënaqur me profesion, unë nuk turpnona pse e bëj këtë fuc. Unë edhe krenona pse kam për shembull njerëz prej krejt, unë kam pi krejt komuniteteve. Me të kallëzu për shembull që kam edhe prej Gjorgje Petrovit, në Vjerë, ku është Gjorgje Petrovi ka 5 kilometra tepër, kam prej Karpushit, prej qendrës, prej këtë rrethet, edhe jam i kënaqur edhe e bëj me krenari këta ne. Von ti si fëmijë e ke marrë profesion, e pse tash nuk ka fëmijë të interesuar për fat keq për shoh fëmijë tash ti rinia vetëm dojnë si duket vetëm shpejt mu pasënu, ama s'mune shpejt mu pasënu. Duhet një fazë mi kalu disa vjet për mu pasënu, s'mune mu pasënu shpejt e shpejt. Se një kuadrat me bo për shembull sot duhet 25 vjet me kalu. Pse 25 vjet? Po kur të linde, po ta kryet shkollën e mesme, shkollën fillore, po të mesme, po fakultet, i duhet 25 vjet. E dikush i mendon për minjerë, s'mondet minjerë. Me thonë, çdo kush që don me investu, që don me bo diçka, duhet me investu edhe me kon i përkushtuar në atë profesion që do me e bo. Jo, ta bëj unë sot për 1 vjet, edhe për 2, edhe si të pasionona mirë, si mos pasionona për shkaj. Nuk kanë rregull, me shej kohën e fundit zanatet janë jo vetëm këpucëtari, shoh edhe roba qeps, edhe tjera zanate që mund me ekzistu një familje, mirë po nuk për fat keq nuk e morrin këta. Nëse ishe kthy prap në fillim të jetës tënde, ishe bërë prap këpucëtar? Po ndoshta nuk isha bërë këpucëtar se un kam qenë nxënës i shkëlqishëm, po jam rrit jetim. Baba më ka dhënë 10 vjeçare dhe ndoshta kisha bërë tjetër me pas punë, po kushtet e kanë bërë vetën që sot punë prap jam. Po do të darja, më nxjerr. Po i darë. Ki përvoj punë më shumë se çka vjetone. Po. Sa i shkon këshilla për djem të rinj edhe vajzat e reja që dojnë me ecë përpara një jetë. Po unë kisha këshilluar mas pari arsimin numër 1, të arsimon. Të arsimon ama jo të arsimon me tash sikur kanë bërë këto vitet e fundit me diplomat bleme. Po të arsimon të bon kuadra që të mburim edhe ne për shembull si shqiptare, si qytetarë dhe krejt, ajo unë që ta kisha këshilluar rinia shumë ti kushtojnë arsimit.